Pyetja tjetër thot kështu: a ka ndonjë lidhje midis pirjes së duhanit dhe problemeve të stomakut? Pirja e duhanit çdo shkakton probleme të traktit digestiv. Do të më thonë se shkaktari numër 2 i ulçerave të luktit është duhani. Menjëherë mas Helicobacter pylori, duhani është shkaktari tjetër i cili shkakton ulçerat e luktit. Andaj çdo kush që e pin duhanin kisha kërku për tyne që sa më shpejt me mujt me ndërprej është më mirë për shëndetin e tyre. A do t'jetë efektive nëse ata shkojnë me një reduktim gradual të situatës, apo duhet përfundimisht ta lënë? Duhet me njëherë tanë. Ndryshe nuk bojmë kur gjë, përderisa konzuman vazhdimisht të mdonë, nuk i bë zgjidhje. Sepse ka shumë raste që thonë nga 10 në ditë e kam reduktuar në 5, dhe nga 5 po synoj tash në 3, etj, pra kështu. Pra i jep efektet e veta kjo rrallësi? Ai po pin duhan. S'ka rëndësia 5 a 10, tash po pin duhan. Kështu që një thirrje do të me lënë krejt. Po, do të me lënë krejt për me pas efekt mirë. Pyetja tjetër thotë kështu: kam dhimbje të forta në pjesën e poshtme të barkut, shpesh shoqëruar me ngërçe dhe të përziera. A mund të jetë kjo shenjë e ndonjë problemi serioz? A është mashkull a femër? Femër. Femër. Tash do të me po problematiken se endometriozat, problemet ginekologjike janë ato që karakterizohen me dhimbje fundit barkut, mundet me qenë një infekcion urinar, mundet me qenë një pezmatim i vezoreve. Andaj do të me shiku, mundet me qenë një zorëqore kronike, mundet me qenë do një smundje zorëve të holla. Është tepër e vështirë me dhonë një konkluzion të menjëhershëm se çka mundet me qenë. Me qenë se ka kohë gjatë, nuk e besoj që mundet me qenë diçka kritike për shëndetin, po unë e rekomandoj me bo një vizitë mjeku, me marrë një orientim më të qartë se çka munden me qenë ato problematika. Si mund të dallojnë nëse dhimbja e barkut është e lidhur me ushqimin, stresin apo ndonjë faktor tjetër? Kjo është tash, në këtë aspekt mundet me ndihmu mjeku shumë. Zakonisht lidhja kur është prej ushqimit, me njerë mas ushqimit pacienti 10 minuta ose 15 detyrohet me vjell ushqimin. Kur ka një problematik që është direkt nga lukti. Zakonisht na shumë lehtë të diagnostifikojmë një pacient i cili nuk ka probleme me traktin digestiv. Qysh, vjen pacienti dhe thotë, doktor po pi pantoprazol, po s'po ma lën shenjë. Atëherë nuk është probleme të lukte, ose nuk është probleme të traktit digestiv, po është probleme ma shumë stresogen. Andaj duhet me unëmtu, ose me diskutu me to, se problematika e ti ma shumë është me bazë nervore. Doktor, ka dhe disa